Nga pikpamja teknike për të kuptuar thelbin e debatit që zhvillohet sot, për të hapur një kapitull, ose një grup kapitull, më sakt, Komisioni Evropian në varësi të vlerësimit që ka bërë përcakton ato që quhet treguesit e hapjes, pra ose piketat e hapjes, dhe i thotë një vot një kandidat. Që ne të shkojmë në një negociat për të hapur këtë grup kapitull, paraprakisht duhet plotësosh 1, 2, 3. Dhe qeveria shqiptare për të 6 grup kapitull, jo në të gjitha, për në disa ka pasur ato që quhen piketat e hapjes. Ose që quhen obar, po përdor një term teknik, për të kuptuar se që është i bari. Patjetër, po. Dhe nga kjo pikpamje, qeveria shqiptare nuk ka pasur shumë piketat të tilla, dhe i ka hapur të 6 grup kapitujt për gjatë një viti. Dhe kjo lidhesh me faktin për të përshpejtuar procesin në raport për të kapur 2030 si datë kufit objektivit strategjik. Dhe nuk ka qenë vetëm grup kapitull 1, ka qenë 2, 3, 4, janë disa grup kapituj të cilët janë jashtëzakonisht të ndjeshëm dhe kanë vështirësi të mëdha përse përket pjesës negocimit, veçanërisht ato që lidhen me tregun e brendshëm, mjedisin, sigurinë ushqimore, besoj që keni dëgjuar dhe nga ligjërimi politik i përfaqësuesve të qeverisë dhe kryeministrit. Në rastin e grup kapitullit 1 për cilën është bërë dhe debati, cili është i pari që hapet dhe i fundit që mbyllet, dhe ka këtë peshë dhe rëndësi që edhe në qoftë se Shqipëria ka përmbyllur negociatat me grup kapitujt e tjerë, ato rrinë më njanë dhe derisa të përmbyllet procesi me grup kapitullin 1, atëherë mund të quhet procesi i përfunduar. Kjo për ata që na dëgjojnë dhe për të kuptuar rëndësinë që ka grup kapitulli 1 dhe kapitullit e veçantë që ka brenda. Për këtë grup kapitull, njëshin, që ka dhe kapitulli 23-24 me ato temat që janë kryefjala nga mëngjesi deri në darkë i politikës në Shqipëri, kapitulli 23 dhe 24, janë ato që quhen piketat e ndërmjetme. Pra kishim piketat e hapjes dhe gjatë procesit negociator, Komisioni Evropian vendos disa piketat të ndërmjetme. Pra kërkon nga qeveria shqiptare të plotësojë disa kushte të tjera. Dhe këto në terminologjinë teknike quhen IBAR. Gjithë debati që zhvillohet sot është që në momentin që qeveria plotëson këto kritere, këto i nështrojnë një vlerësimi. Ashtu si që ishte në rastin kur ato hapën, obari, ashtu janë edhe në rastin që ato bëhet një vlerësimi ndërmjetëm. Në qoftë se vendet, komisioni në këtë rast, mund të thotë që qeveria ka